Përmes aktivitetit mbill një lule me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Bashkisë Vlorë, fëmijëve të arsimit parashkollor dhe punojësve të ndërmarrjes së mjedisit synojnë të përcjellin një mesazh të thjeshtë, por shumë domethënës. Kujdesi për mjedisin fillon nga secili prej nesh dhe nga veprimet e vogla që bëjmë çdo ditë. Në fjalën e saj, kryetari i Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, shpreh se ky është një aktivitet simbolik me qëllim reflektimi për mbajtjen pastër të mjedisit dhe kujdesin ndaj tij. Miqtë e zemrës është iniciativë vërtet që sot ka aktor kryesor fëmijët, por mesazhi që japim është për të gjithë. Sepse pikërisht këtu në landfillin e Sherishtës, një projekt ambicioz i qeverisë shqiptare që i dha fund asaj gangrene shumë vjeçare që ne e dim në landfillin që ka qenë në pikën e Jallis, në vend grumbullimi le të themi i Jallis, edhe i ka dhënë fund pikërisht ky projekt. Ky projekt që çdo ditë është zgjeruar, bërë hapa të rinj në projekt, sepse ne jemi duke bërë projektin e ri me filtrimin e ujit që del nga mbetjet. Ky aktivitet nuk është vetëm një moment simbolik i mbjelljes së disa luleve, por një mundësi për të ndërgjegjësuar brezin e ri mbi rëndësinë e mbrojtjes së natyrës dhe të hapësirave të përbashkëta. Përmes pjesëmarrjes së fëmijëve, ne duam t'i mësojmë ata që çdo gest i vogël si mbjellja dhe kujdesi për një lule është një hap drejt një mjedisi më të pastër, më të bukur dhe më të shëndetshëm për të gjithë, tha drejtoresha e landfillit Ariona Bojaxhi. Organizuar aktivitetin mbill një lule me prezencë të kryetarit të bashkisë, zonjës Brunilda Mersini, me prezencë të stafit të bashkisë, stafit të ndërmarrjes dhe fëmijëve të arsimit parashkollor. Ky aktivitet synon ndërgjegjësimin e fëmijëve, duke filluar me hapa të vegjël ne mund të bëjmë gjëra të mëdha. Atëherë i mblodhëm sot fëmijët këtu, duke t'i mësojmë që të mbledhim lule, duke i rritur aftësinë për të bërë më të ndërgjegjshëm në të ardhmen, për të mbrojtur mjedisin dhe hapësirat publike. Aktiviteti shoqërua me mbjellje lulesh, lojra argëtuese dhe edukative për fëmijët, si dhe me një moment të vogël cateringu, duke krijuar një atmosferë të gëzueshme miqësore dhe plot energji pozitive për gjithë pjesëmarrësit. Në këtë mënyrë, fëmijët jo vetëm që do të argëtohen, por dhe do të mësojnë përmes eksperiencës së drejtë për drejtë, si të kujdesen për natyrën dhe ambientin që i rrethon. Duke mbjellë një lule së bashku, ne jo vetëm zbukurojmë një hapësirë publike, por gjithashtu mbjellim një ide dhe një vlerë të rëndësishme tek brezi i ri, dashurinë për natyrën, ndjenjën e përgjegjësisë dhe respektin për mjedisin. Këto janë vlera që kur kultivohen që në moshë të vogël ndikojnë në formimin e qytetarëve të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm për të ardhmen dhe komunitetin tonë. Ky aktivitet synon gjithashtu të forcojë bashkëpunimin mes institucioneve, komunitetit dhe fëmijëve, duke treguar se vetëm përmes angazhimit të përbashkët mund të ndërtojmë një qytet më të gjelbërt, më të pastër dhe më të bukur për gjithë. Sepse çdo lule e mbjellë sot është një shenjë shprese për të ardhmen dhe një kujtesë se ndryshimi fillon nga veprimet tona të përditshme.